Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi me shumë kënaqësi jemi edhe sonte këtu drejt për së drejti në krejt debat ku do të diskutojmë një nga temat që mund të themi që gjatë këtij viti, gjatë vitit kaluar na përcjell vazhdimisht, por edhe sot patëm disa zhvillime, por të cilat nuk dhanë një epilog. Po flasim për politikën. Sot seanca e Kuvendit të Kosovës pati një ndërprerje që vetë kryeministri në detyrë, kreu i lëvizjes dhe vendosje Albin Kurti kërkoi kohë shtesë për presidentin. Shumë kritika u dhanë nga ana opozitës dhe shoqërisë civile duke thënë që do të mund të bëjë konstituimi i Kuvendit, po ashtu dhe formimi i qeverisë më pas t'i lëmë afatin 6 dhjetor zgjedhjes së presidentit, por kjo nuk ndodhi. A do të kemi zgjedhje të reja, a do të kemi zgjidhje politike, do të jetë tema që do diskutojmë sonte në krejtën debat, e që para se të nisim edhe prezantimin e mysafirëve për mbrëmjen e sotme, duhem t'i falenderojmë të gjithë sponsorët tanë që janë pjesë e emisionit krejtën debat. Ertiketa është operatori turistik lider dhe inovativ në vendin tonë. Nga Kosova mund të gjeni bileta me çmime promocionale për të udhëtuar drejt vendeve evropiane. Të gjitha ofertat mund t'i gjeni tek Ertiketa bashkë me çmimet të tyre që janë 8 konkurruese. Spitali Fatim që gjendet rrugës për në Çagllavici dëshmuar ndër vite në ofrimin e shumë shërbimeve mjekësore me një fokus të veçantë në trajtimin e infertilitetit, i vetmi spital që sjell shërbimin e andrologjisë në vendin tonë që trajtojnë infertilitetin tek burrat. Po ashtu falenderojmë dhe klinikën Trandevu, që është po ashtu klinik lider në mbjelljen e flokut, elitare, specializuar në këtë fushë, duke ofruar trajtime edhe në shumë fusha të tjera si ato estetike. Mund të klikoni tek Trandevu për të kuptuar gjitha detajet. Po ashtu falenderojmë dhe Spitalin Italian të Syrit, që është koncepti më i avancuar i klinikës oftalmologjike në vend, duke i bashkuar gjitha standardet sjelltu në Kosovë, bashkë me një ekip të specializuar profesionistëve vendor dhe ndërkombëtar me fokusin e vetëm shikimin e pastër dhe çdo ndërhyrje pa dhimbje. Është e vështirë kur je vetëm dhe gjëra ndonjëherë nuk bëhen vetëm. Mungon erza në këtë mbrëmje të ditës së sotme, teksa frymarrja ime tregullohet. I falenderoj dhe i përshëndesim Zaki Aslani, mirë se vjen, kënaqësi. Myzene Selmani, mirë se vjen, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Risa Ardili, mirë se vjen, kënaqësi. Faleminderit. Imrane Morina, mirë se vjen, kënaqësi. Ju faleminderit. Zahir Hamza, mirë se vjen, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Si Luzim Veliu, mirë se vjen, kënaqësi. Mirë se të nga Gras. Zaki Aslani, si e sheh situatën sot? A do të kemi zgjedhje apo zgjidhje? Situata sot është sikur para 18 muajve, përsëritje zgjedhjeve, pa marrëveshje, pa realizim, premtime bushe, interese personale dhe do të ketë zgjedhje jo zgjidhje. Mirë. Zahir. Veprimi kryeministrit në detyrë Albin Kurti që të ndërprej sot seancën ka qenë mirë planifikuar, mendoj, dhe me arsyetimin që kemi ndoshta, mund të them, ndonjë marrëveshje të parafort me lëvizjen me LDK-n dhe ky boshllok i kryeparlamentarit ja ka dhënë një opsion edhe një kërkesë, apo mund të them edhe një afat shtesë LDK-s që ndoshta për këtë post të mirën të bëjnë një marrëveshje për të kaluar apo të dalin prej këtij ngërçi që mund të them edhe kësaj situate. Besoj që do të bëjnë një marrëveshje me LDK-n, janë marrëveshje të paraafërta dhe besoj që LDK do t'i konvenoj kjo marrëveshje me lëvizjen vetvendosje dhe kjo çështje të përmbyllet, mos krijojmë probleme shtesë apo zgjedhje të tjera. Dhe të takimet të shpeshta që bëjnë lëvizja vetvendosje apo kryetari i partisë me kryetarin e LDK-s, besoj që do të prodhojnë një efekt apo dhe ndonjë marrëveshje për të cilën ne presim. Për të mirë të Kosovës dhe për të mirën e situatës për të cilën gjendemi. Unë jam i bindur që besoj që disa nga në këtë rast opozita sillet si të jetë fituese e zgjedhjeve. Me një diferencë mund të them 50% të votave, krahasim me partinë e parë që është lëvizja vetvendosja, edhe sillet në një situatë ku sikur të jetë fituese e zgjedhjeve.
Dikush mund të thotë për shembull më herët kanë pasur dhe marrëveshje. Po marrëveshje kanë qenë që partitë kanë pas përqindjen e votëve të përafërta. 20, 25, 30 dhe ka qenë natyrshme dhe njerëzore që të bëjnë marrëveshje. Por marrëveshjet më hershme kanë qenë marrëveshje të cilat mund të them, si personalisht si unë, si Zahir, kanë qenë marrëveshje gentlemane. Të them, gjithmonë kanë bën marrëveshje për interesat të subjekteve të tyre politike, interesave të tyre personale dhe në fund asnjëherë nuk kanë shkuar në mandat të plot. Gjithmonë është prishur dhe kanë prodhuar krizat në fund të mandatit. Besoj që lëvizje vetëvendosje nuk do t'i dëshproj votuesit të cilët kanë votuar mbi 50% të votuesve dhe mund të them apo edhe shumicat votuesve të cilat ta përfundojnë apo pse më pas do të mund të argumentojnë. Sikur mos më jeton Besoj që kjo situatë do të kaloj dhe do të kalohet, nuk do të shkohet në zgjedhje. Nuk do të shkohet. Ki besim që do të ketë marrëveshje me LDK? Patjetër se marrëveshje domethënë janë të përafërta, por besoj që nuk do të dalin me besoj edhe është më interesant që disa nga komentet të deputetëve të opozitës ka një farë sekletet mbrendshëm pesho që reagojnë shpesh. Thënë që do të digjet në thojza Lumniri, sikur Vjose tjera, dhe më thënë ka një farë frikë dhe në qoftë se bën marrëveshje është në interes të Kosovës dhe këto probleme të tejkalohen, se besoj që kemi humbur ne si shtet dhe si popull. Kjo është ajo. E qartë, Yzdejeni, po i marim komendet të para dhe më pas Zaki mundemi me diskutu me njëri tjetrin. Zgjidhja apo zgjedhje? Ku po na çojnë zhvillime? Nuk ka zgjidhje. Ka zgjedhje. Me dëshirën e vetë liderit të vetëvendosjes, zotri Albin Kurtit. Sot ishte betimi i deputetëve dhe duke marrë parasysh se në kushtetuta e parashet betimin e deputetëve, zotri Kurti doli e mori fjalën, gjë që s'është në rregull, absolutisht e kishte udhëheqjen e seancës zotri Dehari si personi më i vjetër dhe çka kishte më u diskutu, dufke ai diskutoj. Tjetër kush jo, vetëm si deputet. Këtë moment, zotri Kurti është deputet. Por është edhe kryetari i partisë. Kryetari i partisë është tjetër sen. Në këtë rast, brenda institucioneve është deputet se e ka dhënë sot betimin, e ka nënshkruar betimin si deputet i Kuvendit Kosovës. Zonja Haxhiu e ka nënshkruar betimin si deputete e Kuvendit Kosovës. Pa duhet i lëmë pozitat që i mbajnë. A ka mundësi veç ta kryjmë masane? E qartë. Për momentin, Kosova nuk ka as kryetar të Kuvendit, nuk ka as kryeministër, nuk ka as kryetar të shtetit. Anarki totale. Ka pas mundësien të arrihen marrëveshjet, ka pas kopi zgjedhjeve që të arrihen marrëveshjet politike me subjekte politike dhe të kemi një qeveri stabile për 4 vite të ardhshme. Mirë, po siç po shihet kryeministri në deklarim ish kryeministër tash se akoma nuk e ka marrë votën si kryeministër brenda Kuvendit Kosovës, thotë se mund të ketë mosmarrëveshje dhe aludon që vendi do të shkon në zgjedhje. Dhe kjo t'jap me tregu që status quo-ja ati pikon venon mas shumëti, për arsye se ai nuk e respekton as kushtetutën, as ligjet, dhe rën ashtu si kryeministër në detyrë, shfrytëzon buxhetin e Kosovës, i shfrytëzon të tokset e qytetarëve, llogaridhënie s'ka kur kënheq, edhe totale anarki. Çka do të ndodh? Zgjedhja e kryetarit Kuvendit nesër deri në ora 23:59 minuta në aspektin kushtetues ka deadline-in e fundit apo afatin e fundit. Duhet ta presim të shtunën. Ku duhet me mbërrijën, jo nesër. Po duhet me prit shtunën, det premtën natën, këtë premtën akoma pa u bue shtunja, ky duhet me pos kryetarin e Kuvendit. Po për këto s'është me rëndësi. A e bën, as e bën. Sa mendon që nuk e bëri sot? Jo, ajo ishte bluff. Blerje e kohës. Ky në 4 dimensione po lun. Po lun me ble kohë për çështjen e zgjedhjes së zgjedhjeve, datës zgjedhjeve, çështjen politike, çka do të ndodh me procesin e Hagës.
Dhe çështja a do të ketë ndonjë ndërhyrje për faktorin ndërkombëtar, që në këtë aspekt faktori ndërkombëtar nuk do të ketë kurrë ndërhyrje, do t'i lënë vetë partitë politike që të zgjedhin njerëzit të cilët duhet qeverisin Kosovën. Më falë, kjo është thyrje besimit qytetarëve. Në një seancë konstituive, ajo është seancë solemne kur bëhet, unë kam qenë 2 mandate deputet. Është seancë solemne, është betimi i deputetëve. Pas betimit deputetëve automatikisht shkohet me zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Edhe në rast se kish desht ky me pas marrëveshje me LDK-n, të jemi sinqert para qytetarëve. Ky ka mujt me zgjedh, se ky prapse aludon te zonja Haxhiu tjetë. Ky ka mujt me zgjedh, në rast se kish bo marrëveshje me LDK-n. Ajo prap mbetet deputete, e kish tërhek ato, e kish vendos dikën tjetër. Definitivisht ish kryeministrin detyrë. Nuk është interesum me udhëheq. Nuk është interesum me udhëheq. Status quo-ja pikon venan, pozicionet i ka, këta nuk pe kanë fort dert. A po bëhet qeveria s'po bëhet, këta edhe për rrinë deputet, që është absurdi në histori ma të rritë Kosovës, edhe për rrinë në pozitat ekzekutive. Kjo nuk e parashë kushtetuta. Të mësohemi, a më bjen keq mu, a i bjen keq ati, zbatën e ligjin, zbatën e kushtetutën. Këto janë çështjet parimore për funksionimin e shtetit. Shteti jonë është për momentin anarki totale. Sonja Imrani. Çka të them më shumë se atë që e kom thonë edhe më herët. Më thonë, këto zgjedhje kanë qenë të panevojshme. Dhe ashtu si që cika dhe më herët e shoh që me veprimet e sotme, kryeministrin e detyrë ose Albin Kurti nuk i ka ndryshuar mendimet edhe qëndrimet e veta. Ai shumë qëllimisht ka ardhur pa asnjë propozim, sepse në bisedimet e ditëve më parë e ka ofruar kryeparlamentarin LDK-s. Sepse partitë e tjera më nuk kanë qenë të interesuar as të hyjnë në përbisedime. Dhe me qenë se ai u ka ofruar opozitës kryeparlamentarin, ai nuk ka dhënë as propozim. Dhe kjo kohë është me qëllim mos po arrit marrëveshja. Gjë që t'jem shumë e sinqertë, unë e shoh shumë pozitive këtë hap të dhënies së kryeparlamentarit, sepse akuza e gjithëve ishte se ky kërkon gjitha pushtetet. A ki kritik për LDK-n që s'po e pranon? Po, sepse më herët ka qenë ankesa e tyre se ky i don gjitha pushtetet. Nëse flasin për pushtetet, pushtetin dohet mes legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. E ky ja u dha legjislativin. Atëherë ku është esenca që kërkoni vetëm presidentin? Pse e bllokoni shtetin, apo nuk dini çfarë kërkoni e duhet patjetër mu blloku, apo ku është esenca e kërkimit të këtij posti, duke ditë që presidenti ka kompetenca, po nuk është në ndarjen e pushteteve. Nuk është ndonjë pushtet mbi këto pushtete. Pushteti ndahet mes këtyre 3 shtyllave. Dhe pushteti ndahet sipas fuqisë reale të cilën e posedojnë. Nuk mund është me kërku diçka, ma shumë se sa që e ki pushtetin edhe fuqinë. Por a ishte thënë me herët zonja Imrani që grupi më i madh parlamentar i takon ta ketë pozitën e kryetarit kuvendit. Tashmë po del që bën edhe i treti. Po në rregull është nëse ky e ka ofruar më vetë se nëse jep ke ndonjë pozicion më të madh, nuk ka mundësi sepse nuk kanë këto fuqi kaq të madhe politike. Dihet sa vota i kanë edhe sa deputet i kanë, nuk munden këto me kaq shumë deputet të ofrojnë një pozicion shumë më të madh, është sikur t'ia japësh dikujt rrobat më të mëdha ti vesh, domethënë është diçka në mënyrë jo proporcionale ndarjes së pushtetit. Unë ashtu e shoh. Jo, zonja Imrani, unë jam 22 vite në politikë. Marrëveshjet politike bëhen që të arrijet qëllimi që shtetit të mbrin aty ku duhet me mbri. Jo, mbas të asaj, ajo për çka kryetarin e kuvendit do me thonë për jap LDK-s për arsye se ka qatë përqindjet votave, ose për do me nalë për veti, po a i s'pë dënë as ato, as këtë tjetër, as atë tjetër, kur gjë s'pë dënë. Vesh nëse ka mundësi një shembull që e morë që të, nëse të kujtohet, presidenti Rugova, kër e ka emru zotëria Radinaj, me sa përqen ka qenë dhe ka bo kryeministër, edhe dini pse dhe me cilën kauze ka bo që nuk do të thot, se je i pare me pa tjetër e ki pushtetin. Jo, dalon ego të është. Atëherë ka ndosh me bo zgjidhje. Jo. Atëherë ka ndosh me bo zgjidhje, tash është ego. Edhe nëse është ego, 3 herë po shkon një zgjidhje dhe po fiton, edhe nuk mundesh me kërku diçka prej dikuj që tonë kohën është të binë që unë do të me qenë në të pozicione. E po, LDK-ja nuk i ka krejt votat as për vetin brenda, na e dim darjen e ty në që shështë. Edhe normalisht edhe pazari e ka atë përgjëtsin e vetë që nuk, jo nështë apse si konvenon
kryetari i kuvendit Lumirit, por votat nuk i ka. Edhe zotri Kurti e di shumë mirë që nuk i ka votat. Mirë. LDK. Veç pak, t'jap fjallë edhe Visarit, edhe Lulit, edhe më pas mundemi me ballafaqu argumentet e juaja. Visar dili. Lirik Moskov shënëlkuren e aktivistave edhe mbështetësve të partive politike. Definitivisht kur? Jo, mos jam. Fati i mira? Fati jam i mirë është që si jam lëkuren e mbështetësve të partive politike, se definitivisht sot nuk kësha di që me mendu. A jam mirë normal në kry, a jam budal. Me po njerës të zgjedhun, se mbrenda që ty në deputetve qenë që ty, se cili që ka votu i ka një 10, ose një ose 2 deputet që në zgjedh prej votës tina, edhe me leju këtë vend që është ndërtu mbi mund e sakrificë aq të madhe, me rëshit që ka qëposh sa është rëshit, bravo i qoftë, edhe këta nuk kanë faj, politikanë tonë, se fajnë e ka populli. Populli sot është dashur me kanë numër shumë të madhë në shesh, edhe mi prit me protest. Janë lodhë. Por kjo nuk të regon lodhje. Kjo nuk të regon lodhje. Duhet populli Kjo nuk të regon lodhje. Po, më populli ka dollë votat të kutijat e votimit. Ne kemi një problematik tjetër, është që ne kemi një kryeministër që për 3 herë rresht është të imposht krejt partit bashkë në aspektin e numrave. Edhe pa tjetër që kjo e atina i arrit egon, edhe e bon ma ignorant në raport me këto tjerat. Po problemi tjetër... Po sa jam i vetëm dhe kam vota sa gjithë? Problemi tjetër është që mas nej, këto partite ashtu quajtura institucionaliste, shtet formuse, po na tregojnë që kur gjë nuk kam posë për një me. Prej 2 mitës e kënej, ndoshta gjëja e vetme që kam posë për një me është luftë e shenjtë çlirimtare. Prej momentit që ka ardhur në pazar pushteti, këto shihet që nuk i kam posë për një me Kosovën, për shkak që nëse ishin kanë vërtet parti institucionaliste, e shtet formuse, do të dilnim mi vetën e tyne. Veç pak, Visar s'pajtona, me ty nuk mundesh me thonë. Po, veç mos i fy njerë që kanë ruktu edhe pas luftës, edhe pavarësin. Jo, Visar, qëta dush me pas pa kujdese me i krasu 25 vjetë. Komplet, si kur të shtet nuk eksistoj. Në 19 vjetë veç kam vjedhë. 19 vjetë e kon shtet. Si kur këtë tjetëri, që 6 vjetë është në pushtet, o që 6 vjetë është të vjedhë. Kur gjë nuk o dalim as ky, as ata. More ti e ke pas një shtet, e ke pas një republik, e ke pas një koalicion, e ke pas një qeveri, e ke pas një qeveri aktive, se ke pas një zotni që sot janë punët e pi. Po se ke pas, nuk e ke pas as një gojet. Jo bre, po t'lut na ki kujdes me shpreje, nuk dush me shku deri në atë marë, që vetëm për luftën e kam pas. Ka pas edhe pas luftës Kosova t'u ka zhvillu. Dhe në gjykimin tem, realiteti i vetëm është se ta njërës kanë luftu për një me. Po në regullve, që 6 vjetë kanë vjetë shtetit. Unë që po du me thonë është një, këta njerëz nuk e kam për një me, unë nuk shoh brenda qëtyne partive politike njerëz ambicioz, njerëz të und me qu këtë vend për para, me punu për këtë vend. Na e kemi 101.000 probleme, edhe na sot do të mu ballafaqu me problemin e një zgjidhjes presidentit. A e dini që është punë minutash kjo? Po që do punë minutash ma herë. 3 herë takohet Lumiri me Albinin dhe nuk arrin me do pazarin. Kush ka faj? Ka faj populli. Se nëse ti shko njëzër në zgjedhje, mos i voto, ku shkojnë këta pa votin e qytetarit? Populli s'besoj që ka banë. Populli është të gabu. Popullin të kundërtën këto speçuar. Votat pra po shkojnë njëjtë shumicat e partia këto. Po shkak që jemi një popull ignorant. Po flasmi po thujna pak nasi, dalin votime, pra dalin në rezultatet gjykimin e tim. njëjta. Na jemi një popull ignorant. Pa kontroll. Na jemi një popull nëse është gana e pa drejt, du të mundin veprim tjetër. Nuk jam Keni anashkalu mërgatën, lëll, ndaj vendimin të të parë rreth çështjeve as zgjidhje apo zgjedhje, edhe më pas do të nisim edhe i ballafaqojmë mendimet. O me thënë drejtën, këto momente shumë është të vështirë, me gjithse më tepër po shihet se do të shkojmë drejt zgjedhjeve që po tentohet në çdo mënyrë të shtyhen sa më vonë që është e mundur. Lëvizjave vendosje dhe ish kryeministri Kurti kanë pasur votat e mjaftueshme për ta votuar kryesinë e kuvendit edhe qeverinë e tyre. Një gjë të tillë nuk e bën, dhe
e lanë mundësin për të takuar edhe njëherë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Të gjithë e kemi kuptuar se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lideri tyre aktual janë në momente shumë të vështira, ndoshta më të vështirat në historinë e atij subjekti politik. Lidhja Demokratike e Kosovës është në atë pozicion që nuk ka qenë asnjëherë më parë. Kryetari tyre aktual në këshillin e fundit partisë i mori vetëm 2-13 vota më shumë, domethënë 2-13 vota e shpëtuan atë për të mos humbur postin e kryetarit partisë. Dhe ndoshta kjo është ajo që Zoti Abdigjiku do ta shtyjë më tepër drejt një koalicioni për ta shpëtuar lkurën e vet. Asgjë tjetër jo. Atë, por edhe ish presidentën që e kishte barcet listës, pasi që ajo humbi postin e saj si presidente dhe pikërisht atu filluan këto për çështje e presidentit, pra filluam edhe shkuam drejt zgjedhjeve të parakoshme dhe ajo me shpresë se do të propozohet nga Lidhja Demokratike, u bë bartse e listës, edhe pse ne gjithë dim se pikërisht Vjosa Osmani është ajo që e shkatroi Lidhjen Demokratike. Pra, qysh në vitin 21, mori një pjesë të mirë të elektoratit që e dërgoi drejt lëvizjes vetëvendosje dhe ja mundsoi Zotit Kurti të kishte më tepër se 50%, dhe në këto momente kur ai u kthye në Lidhjen Demokratike u po shumë e qartë se votat nuk ishte një pako për ta bërë pe këtu andej. Pra, shkoj dhe nuk u pa rezultati i saj. Pra, ajo gjithë karrierën e saj e bëri për interesin e vetë personal. Dhe vazhdon. Definitiv që edhe po e vazhdon. Një tjetër gjë që desha ta them. Në këtë pjesë, fajtori kryesor është më i madhi, është lëvizja vetëvendosje. Është Zoti Albin Kurti. Mirë po, një pjesë të fajësisë e kanë edhe subjektet politike që për një periudhë të gjatë, pra që 6 vite në opozit, nuk arritën të reformohen dhe të tregojnë elektoratit se nuk jemi ata që u korruptuan, ishin pjesë e krimit, për çka janë akuzuar dhe për çka e humbën pushtetin e sollën lëvizjen vetëvendosjen pushtet. Pra, këta është dashur që gjithë këtë periudhë të opozitarizmit të tyre ta shfrytëzojnë për një reformim të subjekteve të tyre, për të pruar figura të reja, njerëz të rinj dhe për të na dëshmuar ne të tjerëve që votojmë se janë ndarë nga ajo e kaluara e tyre jo e mirë. Dhe pikërisht këto janë që e bëjnë lëvizjen vetëvendosje të fuqishme. Edhe një gjë duhet harrojmë. Zgjedhjet e fundit kemi pasur një dalje prej 37% të elektoratit në Kosovë. Është hera e parë që Kosovë ka kaq dalje të vogël. Dhe unë jam shumë i sigurt se nëse do të shkojmë në zgjedhje gjatë këtij viti, numri i votuesve do të jetë nën 30%. Albin Kurti ka 50% sot, po i ka 50% të ati 37%. Domthonë, 63% e qytetarëve të Kosovës nuk i kanë votuar. Kështu që ata të gjithë në parlament së bashku janë minorancë. Mirë. Zake, po. I ndërhyra... Se kur ta dhash fjalën të parës, Po, i ndërhyna edhe kolegut, po, i ndërhyna, jo, dasht mendova që se cili kemi me marrë fjallën për me vazhdu debati për respekt për gjithë se cilin. Po du me mja bo një pytje avokatit. Jo, për pytje... Pytje profesionale, si profesionist. Pozita e, jo, se vlerësove shumë mirë kuvendit. Veç pak, se, nuk jam jurist, veç po du me të pyt. Qështje pytje, na kemi debat këtu. O debat, po du me të pyt. E para, deshte me ndërlidh, unë mendimin tem personal, nëse ki diçka... Jo, veç pak, unë nuk po du me të fynë në profesion. Jo, nuk po du me të fynë në profesion. Deshte me ndërlidh me këto, se ma murën në fjallë. Edhe besoj që jap ko mjaftu shumë deri në 12 edhe pyetje edhe përgjigje edhe gjitha. Se s'është e kohë Qështje, ma murë fjallë në ta në ndërkot t'japë. Po, veç Zakin e kam priti që sa. Po, veç më intereson. Unë e po. Ture te përvazit mira, për kuvendin e përgëzove sot betimin që dhoni përgëzoj dhe shpresoj që të kanë me zgjatë një 2-3 mujë që të ku janë. Po më intereson në anë të ligjit. Qka është sot Zotri Kurti? A është deputet? Edhe Zoja Agjio, a janë deputet? A janë
kryetare, presidente dhe kryeministre në detyrë. Me anë ligjore. E ki fjallën për sot, apo? Prej sotit. Deri sot i kemi pas. Sot ata olën edhe dhanë betimin e deputetit. Kanë janë deputet. Po, edhe tash, me qka jemi na, kush është me neve? Me kujna na duhet mi u drejtu për shëto për me formu na institucione. Aja dha një mundësi. Se dha një mundësi se aje shfrydzoj një 3 muaj. E ka shfryzuar është dele dhe... Po dëgja, unë e shatë që nuk ka zgjidhja. Qështë e kësaj, aja dha një mundësi, se është në bisedime të parafërta, me LDK-n, çështja e kryekomendarit. Shkaku se japë edhe një mundësi, deri nesër, janë marrëveshje të parafërta, për të cilën çështja e konferencës është çështja e mendimit lirë të tij. Diçka tjetër u tha në foltore, diçka tjetër u tha në konferencë, zotri Kurti. Në edhe në marrëveshje diçka tjetër mund me vëzhgru. Qysh mundesh për shembull, e kanë fjalën për shembull brenda partisë opozitare, PDK, LDK, ku brenda partisë nuk mundin të marrë vesh njëri me tjetrin. Përderisa ata nuk mundin të marrë vesh njëri me tjetrin brenda partisë, vjedhin votat, ego për poste, edhe qysh mundesh arrit një marrëveshje me ta. Tash edhe në kuvend nuk janë numrat. Edhe që thave dhe paraporti që thaje e kemi egon në tepër të ne si popull, është pak e rënda, nuk duhet me thonë kështu. Shako se mbi 50% me votu nuk janë që thate e kemi egon në lartë. 50% mbi 50%. Po të 37, që shumë mirë ta zotnia. Po janë 37%, jo, e një rëndë, nuk janë një rëndë. 3% janë qytetarë, janë qytetarë që s'kanë lidhje me politikën ditore të Kosovës. Po e njojnë vetëm si jamin Albin Kurtin edhe mendojnë që vetë pjesa tjetër e 50% është njerëz që janë punësu të dhënshëm, në formë dhënshme nga lëvizjeve të vendosje. Edhe pjesa tjetër janë ata që kanë merr pa u bë update për vitin 2019. Domethënë, çdo 3 kategori dohen votues të lëvizjeve të vendosje. Po të tregoj edhe votuesit e partive opozitare, që janë me 18-19-20%. LDK dhe PDK-ja. A di kush e ka votuar ata? I ka votuar vetëm familjarë të cilët kanë marrë benefitet dhe favoret të partisë. Do me thonë 50% e popullit, 50% e votuesve, benefitet mund të japin subjektin politik. Opozita së punësekse. Ma herë kur i konë pushtet, po ata... Vazhdojnë, mirë. Çdo sektor i kanë rënjët të thellë. Sot për çdo zgjidhje po ipen vitra me ka 100 euro po dolin edhe po shpërndohen. Prindi jot nëse ki gjallë ose gjyshja janë, se me shku diku tjetër. Më mirë ata lekë mos në avokat, diku tjetër. Mos deli të këto vitra. Ku po shkojnë parët e trustit? Vitra janë. Edhe diçka do se nuk po investohen në Kosovë. Se zotnia tha që reformat e partive... Po ta bëjmë zakin një rafë, ta është ta kujtohet edhe diçka. Mirë, përfundajnë se përdo me kalu të dile, kemi muzeën, zonë Mimrani, shumë pak kam do vendimet. Reformat e partive politike që nuk janë bo dhe është opozita që ka me që 6 vjetë gjatë, lëvizjave të vendosja që 6 vjetë nuk i ka ndru listën e deputetve asnje. Ka me fitore Pacolin që e shkatroj të vjetë. Me ministrën Rozetën që e dim që na shkaboni, me që ata, me që to... Po zaki ata nuk duket që kanë dilema për pjestarët e vetë. Është një disanë si ne ki futbolli me fitu Champions League për 6 vjetë. Këta kanë orë në pushtet për mos me vjetë, këta kanë orë në pushtet për mos kesh përdojë. Po si pas lëvizës e vendosja ata nuk po vjetë. Edhe këta duhet më reciklu, pra. Janë reciklu me Donald Laloshin. Po, tamam. Mulla Osmani. Kemi dhe Mulla Osmanin tash. A përfundove zaken. Po, fakte pota me profesorin, sa i përket reformimit për përmen edhe Zaki, qysh është reformimin e partive opozitare në raport me Albin Kurtin, cili menon që është reformimi maj mirë me mposhtë Albin Kurtin. Reformimi subjektet këta që kanë vjedh me largu e një pru do të ri. Reformimi subjektet politike nuk bëhet në raport me kryeministrin asnjë individ tjetër. Reformimi subjektet politike bëhet brenda subjektit politik duke fillu nga bërthoma, nga ndekët dhe në ndekët e tyne e për t'i prur njerëz e duhur në atë këshillin qendror e nga ku do dalin personalitete që
janë që dëshmuhen me punën, aktivitetin, me dijen e tyre, por edhe me pastërtin kundrejt korrupsionit edhe gjitha atyre që është fatike që ne në të subjektet politike, po kthehemi te LDK-ja, në krye të lidhjes demokratike të Kosovës se kemi një personalitet që në fakt është i emëruar. Nuk është i votuar. Atë e ka nënë ish kryetari si pasazhin e tina. Çdo kryetar tjetër në çdo parti tjetër. Ose edhe te Partia Demokratike, pikrisht këtu janë që nuk kanë bërë reformat dhe subjektet opozitore nuk na kanë bindur neve se janë darë nga e keqja, nga e kaluara për t'i votuar dhe në këtë mënyrë është duke shfrytzuar shumë mirë Albin Kurti me politikat e tij populiste që unë jam shumë i sigurt që nëse një gjë e tillë nuk do ndodh, do t'i fitoj sërish zgjedhjet, do fitoj edhe një parë zgjedhje, e atëherë do me thonë prof, sipas teje, më u përgjigj avokatit për votues të televizës vetëvendose për inatit Resëm dek djali. Më thonë për inatit partive opozitore për votojnë Albin Kurtin. Zonja Imrale. Nuk është... Unë me ta bëni kundërpytje. A mendon që opozita mundet më ngrit me asetet me cilat ka ra? Opozita nuk ka shanse. Qysh ngritet? Nëse i ka thyja të shkollë me korupcion, me nepotizëm, me turgjip të cilin ka ra, po mendon që me të njëjta shkollë të cilat i ka thyja, profesoresh, nuk kanë nemujt se këta tjerë pasardhësit e tyre në pushtet janë tash ma hojna se këta që jenë kanë. Brenda partisë opozitore një fjalë, na? Kështu që opozitore apo pasardhësit në pushtet e kam fjalën. Ne kam fjalën pasardhësit në pushtet. Pasardhësit në pushtet të pushtetit të kaluar është lëvizje vetëvendosje. Ma herët ata që të fjalën. Pushteti i tashëm është lëvizje vetëvendosje. Pushteti i kaluar kanë qenë partitë opozitore. Nëse këta kanë pas korrupcion e nepotizëm, këta kanë dopull korrupcion e dopull nepotizëm. Më falë, po nuk është problemi veç të korrupcionit. Është problemi edhe të organizimi i tyre. Ku pi marrin votat? I marrin veç me një vend. Pse? Sepse nuk janë ndryshu, janë njerëzit e njohur familjar, njerëzit që shumë të afërt. Do me thonë, edhe votën e kanë të lokalizume. Edhe votën e kanë të lokalizume. Ndryshimi do të ndodhë ata. Ata do të me ndryshu. Nuk është turp me dalë dikush, unë e kom mandatin e vetë, unë e kom mandatin e tit, unë e kom... është turp për një kandidat me dalë me thonë që unë e përzveti herë ku një parlament. Sa ti ka zonë që s'ka ndryshim. S'ka ndryshim në organizimin e tyre. Jo, e ti Hallallikov që arrim për 10 vjetë, mi mashtru 10 vjetë. Për 10 mandate mi mashtru 10 vjetë. Këthejemi nesër, qëka pret të flamën. Sa mund të ketë gjasa që duke e ditë ndoshta zonja Mizeni që gjithë ky presion po bëhet qoftë qytetar, qoftë i aktivistëve që të kemi qeveri, të kemi institucione, mos na çojnë sërish në zgjedhje. A do të ketë një minutë ndoshta që mund të ketë një dakordim qoftë me VV LDK, që ta pranojnë ndoshta LDK-ja dhe postin e kryekuvendarit në mënyrë që të zgjidhet ngërçime që po thuhet që mund ta ketë pranuar, mund ta ketë marrë si ofertë. Do është zoti, po realiteti është këtë tjetër. Vjen shumë keq. Nesër shpresoj që zonja Haxhiu do del si kryetare kuvendit, edhe me marrjen e pozicionit kryetarit kuvendit është njëkohësisht edhe ushtruese e detyrës presidentit. Pas asaj ky mund ta ketë qeverinë me votat e veta dhe votat e minoriteteve jo serbe. Edhe vazhdon status quo edhe 60 ditë, president nuk zgjedh hiç. LDK-ja nuk i ka votat në total të deputetëve për qeverisje me VV-n. Dhe këto e din shumë mirë zotri Albin Kurti. Edhe zotri Abdiqi. Për zotri Abdiqikun s'du me folë. Kur një njeri i pështon mocionit vot besimit me 18 vota nuk ka nevoj vot besim, dush vetë me pas ndërgjegje politike dhe mu largu. Situata është asnjëherë, une thamë haptës 22 vite në politikë asnjëherë nuk ka ndodhur që me pas një kësi situatë e tillë çfarë kemi tash. Egoja e madhe është e vërtet që profa tha nuk ka pas ndryshime të subjektet politika opozitore. Mirë, po kostoja e këtyne zgjedhjeve ka qenë shumë e madhe të cilën e ka pagu kryeministri, si me udhëtime, si me kosto për studenta. Pensionerve ju ka ndonë një shumë
ata meritojnë shumë ma shumë, se sa njëherë të gëzohen vetëm para procesit zgjedhor. Masandaj kanë marë për fëmijët të cilët jetojnë diasporë. Vazhdojmë me marë. Tash zotri Hekuran Murati ka nisë me bu seleksionimin e votave, seleksionimin e të hodhave kush ka marë, kush s'ka marë. A ka ligjën këtë Kosovë? Po. Se zotni i ke marë, atëherë kur i ke marë i këthen 2 fishin e tyne. Këtu Visari ishte shumë korrekt. Ndoshta këta kanë thonë këta janë të korruptum, këta janë hajna, me të thonë drejten, këta dupëll hajna. Dupëll të korruptum, të në fushata e zëtit Albin Kurti ka qenë familjarët janë përdarsma. Jo përdarsma, i zyres kryeministrit e të poshtë. Në çdo institucion me familjar, me gra, me qika tezës, me qika togjes. Konstlan papën. Më falë, unë kam qenë pjesë e ekzekutivit edhe pjesë e legislativit. A shumë e ronë, ku njerëzit presin për qeverisë. Unë kam pas vrejtje, edhe pse kam qenë pjesë e qeverisë vetë, unë kam pas vrejtje se e mirat mirës është çdo vend botë kur e merr qeverinë mundohet me përkrasit e vetë të cilët e kanë votu. Bane breni ndarje 50% lej që ata përkras që të kanë votu, po 50% një konkursi lejoj edhe ata që kanë vlera. O zotnise, tu mos i leju ata, tu i qitë teze dajt. Jo t'i folë blof për mdokit. A kene argumente që thu që janë posu dajt teze? Se aske po, a? Atër pëse s'ka A e t'i folë reagime? vetëm për publike po që? Veç në fush Kosovë. Flas, veç me Kur krojë teze, kredim fort mirë ka i kanë gratë qita është punësume. A nuk e di unë? Ti e di? Jo, Nëse di shko para qitë rastin? Jo, ti e di shumë mirë. Jo, nuk e di se një këdi unë. Prefekt, këtë punë se ti militanti tyne. Nuk bon me ofendu ose me dhënë një mendim Mama blok. se me bo me folë me Ana dhe lista gatë. Pa jo, për mos... Na kem të folë për qështjën e probleme aktuale, jo për punësime tjera. E për te problemi, o zoti. Jo, bre mos... Se ti e ke E të dhe ma heret më vjen shumë kesh që tha qështje e pensionistave. Apo dhem diçka që i marrë pensionistët 100 euro? O zotni. Apo dhem diçka? Fëmija, apo dhem dhe kur s'kanë marrë? Ti si e tu kuptu mëre. Fëmijët nuk kanë marrë asë një herë. Pensionistët nuk kanë marrë asë një herë. Nuk e merë, për shemë, fëmijët nuk marrë, si janë shkollë shkollë. Nuk marrë. Jo, për shqipësia sa ka pas më herë. Sa ka pas më herë. Sa ka pas më herë para Ata zardës. 75 i kam pas. Sa i kanë tashti? 100. Jo, nuk është 100. Pse po thon 100? Sa është? Bazaik është 200 diçka, 270 kontributonës. Çka? Pensioneri. Se më ka 100 euro kur nuk e Sa i ki bazik liste? Sa i ki bazik liste? Sa vetë ka pas? Sa i ki bazik liste? 220-30 çdo vit, sipas ligjit biskemave pensionale, çdo vit bëhet rritje ka 20% të pensionistëve, sipas ligjit biskemave pensionale. Çdo vit lidhur me inflacioni jepet ka 100 euro. Marrë 70 euro kanë tash kanë 270 euro. Inflacion nuk janë pagu asë një herë. O zëdi, më nalë shpak. A din më nalë. Regull. Se e ki inflacionin që Po vetëm mos bot dezinformata. Dezinformata mos bot. Jo, s'ka dezinformata. 100 nuk bot. Çfarë 100? Sa? Jo 270, po jo 270. Sa i ka pensionista? Një kontribut dhënë, sa i ka? Unë e nona jam me pension, e ka 100, o zëtni. Jo, nuk është e vërtet. Edhe baba jam 100. Nuk është e vërtet. E vërtet. Ti përnosh e pensionet. Dezinformata të bot. Diskutari pas pëjdani. Nuk është e vërtet. Dezinformata të bot. Jo, më Mirë do të ishte që pensionerët në Kosovë ti kishin jo 200, po të kishin edhe 500 euro për gjë. Po ne po na dhem pse po ndodhin gjëra tilla në prag të zgjedhjeve dhe të fushatave. Pse nuk ndodhi një herë që
pensionerëve, studentëve apo fëmijëve që ndohet një shumë prej 100 eurosh mbas mbarimit zgjedhjeve, po gjithmonë para zgjedhjeve. Ideja e temës që sot na përcjell dhe do të na përcjell këtyre ditëve është se çka do të bëhet, a do të shkojmë zgjedhje sërish, që më pas nëse shkojmë do të mund t'i trajtojmë se çka bëjmë. Në zgjedhje Definitivisht për te kështu këtu 24 orë janë definitivisht vendimtare. Nëse brenda këtyre 24 orëve na nuk e kemi një marrëveshje politike që e zgjidh çfarë krize institucionale, zgjedhjet e ardhshme përveç që kanë me qenë një katastrofë për partitë politike, po deri atëherë kanë qenë më shumë. Për së cilën, po besoj, tu fillu prej lëvizjeve vendosje e deri një është e vërtet, kështu, një e pa prekt që ka me dollë komplet e lame prej këtyne zgjedhjeve është lista sërbske. Ata definitivisht po. Apo ato janë komunitetin mbrojtur, ata janë të fitu, ata janë të rrit votën e tyne. Ato janë komunitetin mbrojtur. Për ligjin në shtetësisë, tash pja vjen edhe një dosë të madhe të sërbëve. Pre po thoni që mund të rritet. Pa tjetër, se kur përmende, mund të lajtë. Ata nëse rritin votën, nëse shkojnë mish 6 ose 7%, nuk e di sa këtë qështë të ligje, ata mundin më rrit në deputet. Pse është fajtore opozita? A e di pse? Sepse s'mundet me pas qeverisje të mirë pa opozitë një moment, mirë. ta thëmë. E diri sa s'kena opozitë mirë dhe opozita ka vdekë, ose është në gjohë, më sta quj më bashkë deri në qatë pikë, na nuk mund me akuzu qeverin për kur gjoheq. Por mund qëtë moment fajtor, A je pajtimit me që qeveri, me që të rezultat? A ki ti ndë një verzion tjetër ma të mirë? Po më përshqipje se profesoresh dhe me po që të menim, po më bësh Unë e kam që të mendim se gjithë ditën ja u spjegoj studentëve që pa opozitë mirë na s'mund me pas qeverisje të mirë. Dhe përderi sa opozita nuk bën kur gjoheq me lujt pikës vdekur me cilën ka ra, unë nuk pres diçka tjetër dhe s'muj me akuzu këtë qeveri ma shumë se s'mundet me bojë dhe opozitën edhe qeverin. Është e vërtet, unë jam pro. Po e bon, po s'muj me akuzu që bën gabime sepse opozita të me qenë shumë aktive. Si kur kishin vetë vendosja në opozitë, sot kishe pas protesta. Se s'pe bani qeveri? Unë jam komplet pro kësoj që e tuti. Na është e vërtet që prej vitit 2021 nuk kemi opozitë. Prej momentit kur ju, të më thonë një opozitë je, po? 51%. Unë jam qytetar aktiv i cili e thët mendimin e vetë publikisht. Po thonë na, më thonë ju e një opozitë, na qytetarët. Përgjithsisht, shteti i Kosovës nuk kemë posë opozitë, nëse e qëton në një shtet paralel, atërina, ose një qeveri, një republikë të rejtë, atërina komplet dorë në zemër pajtohuni. Sa i përket opozitës, është e vërtet që s'kemi pas si shtet opozitë. Për e viti 2021. Nuk kem pas individ brenda partive opozitare që kanë guxu me kap bajrakun edhe me dal kundër Albin Kurtit edhe lëvizjes vetë vendosjes. Nësë po thëmë me dal me luftu, po me dal me kundërshtu, sepse Albin Kurti edhe lëvizjes vetë vendosje për 4 vjetë qeverisje të parë, po flasë, kanë stagnu. Ma thuj si individ, nëse ti donë me shku me dhoni kontribut në opozitë, ku shkon, me kon ki me folë? Me asë një. Po kjo është që tu është problemi. Unë e kontributin te me kom dhonë. Kom protestu kundër shtërtimit energjisë elektrike. Edhe unë kom protestu, kom arë Jo, si bashku atyne të cilët janë të shqitën parti politike. Unë e kom bo vetë, kom fillu vetë. Kom luftu për trustin pensional që me përfitu qytetarët. Të më dhënë, se cilat kauza ku ne kom po, që është e mundshme me ndihmur, me dhonë me ndihmit tem, kom shku pa asë një kërkes. Moment kër kom shku të partitë opozitare, me kërku ndihmen, unë jam refuzu për tyne. Kanë qenë individ të caktum të cilët i kam përkro kauzat e mija. Më mirë që i ke gjithë individ, se dhe individ nuk e di kush është, a i qënë këtu, kom pos mrena partive, të më thonë, takime me udhec, po flasë grupeve parlamentare të se cilës parti që e kanë byllë dhe derën mas nej. Nuk jënë konë të gatë shumë. Të më thonë, aty një kanë dukë temat të cilat i kam trajtu une si temat të parëndësishme për vendin. Unë e di ku i ka fojnë opozita pëse është këtu. Po, na nuk ja u kemi për bërgjë me votu asë opozitën, asë pozitën në këtë statë. Po nësa abstenojmë, na kush përfiton? Veç pak, nuk ka mujt... Përfiton aji, për cilin jenë të luftu. Këtu komplet si parti, si
si Po pëzgjedh me organizata të keqen më të vogël edhe peçoj Nuk ka pozicionin mujt të cilat po shkon opozita, as përpara. nuk mundet opozita me shku me djeku vendin diçka që ka ndërtu vetë. Opozita nuk është, as prap nuk ka me konë me shku me thy dritore, s'është sikur që ka ideja bërë veç ajo. dikush tjetër për pushtet. Ani mundet me lejtë në rrugëve, kena mundësi tjetër çka mujna me shku, po jo me thy, po jo previzar. Ata po dojnë, lëvizja vetëvendosi, po dojnë me Nuk e harxhon ti Albin Kurtin në lëvizjen vetëvendosin që të formë. Rreziku permanent është mi rrit ata në çet formë. Se del Aleonca ti çet 6 pika aty dhe ngulen çato 6 pika. Se cila pikë është e keqe Aleonca? Krejt pikat ishin të mira, i ndëgjova shumë me kujdes. Aleonca pak me ta përfundoj mendimin edhe kuptet se po të thotë. Aleonca i vendos 6 pika, edhe nuk shkon takim, më ja prezantu që ato 6 pika. Ja ka prezantu popullet. Sa me moj dirë, sa me bo, a me bo, ajo është rasusi popull, veç pak, ma e mirë janë 6 pikat Aleoncës, se sa 3 orë të Lumir Abdigjikut me Vjosa Osmanin mranda dhe me dojtë 3 par mendime ndryshme. Unë nuk jam të thonë që pikat e kësia, unë si jam kundër pikave. Unë jam pro pikave. Unë jam nuk e ka përfundu mendimin e ti dhe ju po bëni pyetje. Unë jam pro që aty me 6 pikave, Zaki. Jam pro. Po jam kundër formës. Shko për plas janë ftyrë. Ja ka për plas. Jo për takim, shko tjetër. Shkon Bedri Hamza në takim. Po jo bre mirë, nëse ke vendosur me nejtë në opozit, mos shko Berlin në takim. Shkon ai tjetëri, se ke shtu shprej, shkon ai tjetëri, ai ky zotri Gjelli, shkon në takim, rrin 3 orë me to, edhe në fund del thet, unë e du president, me qëfar kush morë vëtaj ati presidentit me 12 qështë ka partin ranje, a i të kuftu. Që kjo është realiteti. Më transparente ka qenë Aleonca. I ka pos 6 pika, nuk ka Aleonca ka qenë transparente, po kanë qenë të pagudzimshëm. Kanë qenë frikashak. Nuk të pengosi, kanë qenë të pagudzimshëm. Aleonca u dosh me kalzu gudzim, me shkuk me përball. A din që e kështë qitë Albin Kurtin ketë, që të kalzoj? Zotri Gjini ka thonë du përballje televizive me Kurti. Ka mund Albin Kurti gjysmi pik me shku në Anë dhe del, s'ka lidhje. E lemo me shku këtë jesot. S'ka lidhje, dhe del. Po ta thëmë një sen. Nëse shkon ki Gjinin në debat në Albin Kurtin më në gjesë dërheqi e për partisë. Jo në thash, Albin Kurti e mposht Dërheqi e për gjesë S'ka lidhje, është mirë me provu, na nuk e di Nëse diçka që nuk e keni të nuk është çështje e debatit televiziv, tash është çështje që jemi në momentin Interesi shtetror, nuk është televiziv tash. Kur duhet konsiderohet kuvendi i Kosovës, nuk është problematika dhe humbjet që po na shkaktojnë brenda Republikës, por kemi edhe problemet e tjera. Mos harroni, nga fondi për zgjerim i Bashkimit Evropian, nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, e vetmja është Kosova që nuk ka përfituar asgjë. Dhe nëse nuk do të krijohen institucione tani, deri në vitri do të humbim edhe 100 milion tjera. Ta pra, të gjithë Anë dhe kina 4 miliard që i ka palu Albini aty. I kam palu të 4 miliard, që shtu pëthojnë. Na duhet të shohim pak, jemi pak pa serios. Na do të çka po dojmë me to. Edhe të më thonë, kur të krason 4 miliardin me 100 miliardin, dhe debatit të rinë këtë pikë. Pikrisht, duhet ta themi ashtu siç është. Ata duhet mendojnë më tepër, duhet t'ja vënojnë gishtin kokës sot e nesër të mos bëjnë gabime të tilla dhe ta konsiderojnë kuvendin të zgjedhë institucionet. Unë nuk habitem shumë. Cila parti? Gjithë. Po fillimisht unë kam thonë që unë mendoj se zgjedhja më mirë do të kishte qenë të gjitha një koalicion gjithëpërfshirës. Të gjitha subjektet politike parlamentare, po flasim për ato shqiptare. Ato femër që ja kishte bërë LDK-ja, të kalumen. LDK-ja ka propozuar një fasë për një vjeçare, mirë po unë mendoj se do të ishte një zgjedhje e mirë shumë. Dhe nëse nuk do të kemi president nesër, do të shkojmë zgjedhje prapë. Se Albini dhe Lëvizja Vetëvendosje do ta krijojnë një qeveri me 61 apo 2 deputet sa kanë dhe kur vjen momenti pas 60 ditësh do të shkohet sërish në zgjedhje. Unë edhe një desha të Konstitutës. Një desha të them që lidhja demokratike
nuk është rastësisht pse kam gull për presidentin. Ne e dim se vitin 2021 kanë pas një koalicion që ka zgjatur 50 ditë. Apo 51 ditë. Në fushatën e shkurtit vitit kaluar, kur e pyetën Kurtin sa do të ketë koalicion me Lidhjen Demokratike, tha do të zgjatë 5 minuta. 5 minuta. Po, kështu diçka. Këta tash e kanë frikën se na ja japim votën për presidentin, po do të na çet koalicioni prapë se i kanë zgjuar votën për qeveri. Ata kanë garantume, nuk është diçka rastësishme, nuk është diçka rastësishme që ata e kërkojnë presidentin. A ka si logjike lëvizjave të vendosje, që me bo dakordimin, me i bo të gjithë krerë të institucioneve dhe në fund të kës? Unë mendoj që lëvizja e vendosje ka një plan strategjik edhe serioz, nuk bie ndesh me këto mendimet juja që thuni 5 minuta, 10 minuta. A qëllimi tjetër nuk po themi ne ka për interesin shtetëror dhe përderisa opozita unë sa e pas që nuk din çka po kërkojnë. Njëri qohet mëngjes thot jo, ai po kërkon president. E kam fjalën qohet partia e 4 thot kam 6 pika. Partia e 3 5 pika edhe në fund kur vjen te marrëveshja nuk dinë çka po kërkojnë. Kjo është e keqe e tyre. Për shembull, po dhe këja thot unë nuk do të marr pjesë në takimin me lëvizjet vendosje. E çka po kërkon? Çka po kërkon? Kjo nuk është interesi, opozita qëllimi i tyre është të prolongoj, të shtyjë sa më shumë dhe të adopsoj përqindjen e votuesve të lëvizjes vetëvendosje. Kjo qëllimi pikën prejse e këtyre është. Dhe nuk kanë interes. Nuk kanë interes që të bashkëpunojnë dhe të formojnë qeverinë. Se janë mësu që marrëveshja e tyre të jetë në tavolinë dhe ndajnë postet qysh dojnë vetë dhe të jenë komandë. E këta qysh po i ndajnë? Nuk e në të bëndë në shumë shtasit. Se nuk mund të është e vështirë që mbi 50% votuese O 50% mos të mëtujtë e 37. Dhe një adho një partije që ka partije 4 me, më thëmë, komplet një bashku nuk mundet. Jam e bindur që me thik deputet me votu për ndryshime kushtetuese, si që kam votu për gjykatën speciale, këtë bojnë bashkë kundër interesi shtetëror. Për interesi shtetëror për të mirën tash nuk do në me votu. Kjo është e keqe e opozitës. Ka mujtë me ta formu qeverinë. Problemi është e presidenti dhe që ti po shkan vazhdimisht zgjedhje, na i kemi problemin te presidenti, jo te qeveria, sot ka mujt me emru. Po mirë të nuk e jenë pozicionin e presidentit. Ideja është zotri Kurtit nuk pi mjaftan, s'po dën president, ai po do kontroll. Ai është ka dën me kontrollu këtë vend. Ai nuk i intereson bre. Ka bën kontroll, po s'mund të bëj kontroll më madh se ekzekutivi. Te prokuror ç'a boni? Ka një emër ai. A dini që këtë lojën e prokurorit? E që atyre Këtë kiks në prokurorit e keni hongër. Presidentën Unë kam informacione që Albin Kurti ka përkrah komplet dikon tjetër. Jo prokurorin që Po e be informacione tash, mos shkep një kësi informacione të panevojshme të treport. Po jo bre se s'mund. Ti mendon që se ka fuqi private dhe din që nuk flas veç për ka mundësi fuqia zotri Kurtit me dështu ty te prokurori, po mos bëj dore. Mirë, Alban krye parlamentarin. A ka me qenë mas sa viteve ushtrues detyre për president? Pse nuk po kënaqen me këtë pozicion? A i bonën 50 sa seonca atëherë pse nuk e lejojshin me krye parlamentarin? Ideja është problemet e brendshme të LDK-s. Votat nuk i ka LDK-ja komplet, se nuk është sistemi. Po kuptojnë që si ka, atëherë çka me bëmë to? Çka lyp? E po tash që kjo është ideja. Bisedoj me koni ka Kurti që po shkam tek me ta. Se bezgjat Kurti që 24 orëshin, kur e di që te LDK-ja nuk është zgjedhja. Nesër nuk e bën LDK-ja zgjedhjen. LDK-ja është deklaruar që nuk e don kryetarin e kuvendit. Do mos milon ju me të marrë. Për president nuk ka bre vota, a zotri Kurti edhe Abdi Gjiko e din që nesër nuk ndodh kurrë mes tyne. E kishin bo zgjidhjen këta mu konë. Nuk ka shans, nuk ka mundësi me ndodhë nesër. Nëse ju kujtohet deklarata para se me një këto zgjidhje, ka thonë që këto zgjidhje nuk kanë me dhonë zgjidhje. Albin Kurti ka thonë këtë. Ne përshkojmë me të zgjidhje, të cilat nuk do t'japi zgjidhje, po kjo është një proces që do t'mu realizu edhe ka mu realizu, sepse qashtu e thot kushtetuta dhe rendi juridik. Profesorit, Albin Kurti pa dorë me këtu zgjidhje për me bo zgjidhje,
I kish fitu. Dëgjo, kushtetuta dhe kurti janë dy gjona të ndryshme. Do të thonë kushtetuta thotë diçka tjetër. Jashtë kushtetutës zotri kurti është të folë krejt diçka tjetër. Sa për kushtetutën e kanë bërë gazeti kanë bërë. Mu në shpirtin të mëdhim partit opozitare. Këto nuk jenë të kuptu se sa ke qenë të dollë. Një pjesë, a dini, paramendojnë i besë sot, Albin Kurtin në vendin e Bedri Hamzës në shesh me i dollë qytetare aty. Pa e kish mora qytetare, e kish mëzirë telefonin, edhe kish bo selfie, e kish postu në Facebook. Kish thonë, qëre që shumë nalli qytetarin në rrugë, kjo është kunder dhe qkafet unë jam protina. Paramendojni, Zotri Hamza e ignoron totalisht qytetarin. Li që ignoroj një individ, po ignoroj edhe 200.000 votus, asaj ka pos Partia Demokratike, 180.000 votus. I ka ignoru të dollë, të shkun të akim me Albin Kurtin, të dollë të thonë, na e na opozit. Prej kuj po tu të shozotni. Po, veç rastin që po të bërë zotri Sfeqles, apo, që doli ditën e zgjedhjeve, që e bëri një videojnë që zemë të aktivistit. Jo, diçka tjetër. Mora shambull rastin me ditën e sot. E mora shambullin e sotit në shesh. Në shesh me Bedri Hamzës. Ata djemë që ishin duke protestu kundër ligjit në shtetësis, edhe një djali ju afru Bedri Hamzës, një djali i ri shkon ju afru Bedri Hamzës me kërkesën që shfuqizon e ligjin, edhe a i zotëria vend se me nalë, edhe me bo kauz që ato, a i njëroj këtë djalin totalisht. Dëmë zonë, ja hupi vetë besimin atina pse ka dalë me protestu. Dëmë qatë nivel jam ta. E kështu që, paramendoj, a i që njëroj një individ, dëmë po du me të marrë shambull i ka njëru edhe 180.000 votus të PDK-s, duke dalë edhe thonë një opozit, në regull bezotni, të re opozit, po thuj kur vjen puna, për pak vota, na kena me votu presidentin. Nëse është në pyetje për pak vota. Deklarata e tina, na jemi opozit edhe pike, edhe nuk vinan takime tjera. Deklarata e këtyrën e tjerve, na e kem 6 pike edhe nuk dollëm për te kësoj, nuk vina as mu taku, kanë me i djekë në zgjedhje. Pra po thu që kompromisi si pas te duhet ju takoj në këtë rast opozitës, për ndryshe dështojnë. Kompromis duhet me koni përbashkët. Se zgjidhja marrëveshje. Që ka thu teta është për mos mi hub zgjedhjet na kreti bojnë këtina ti shkojnë për... Jo, këti, nga Mzaki Beg, janë 4 vjetë. Për mrena 4 vjetëve, ti mund është me a gjithë 450.000 gabime Albin Kurtit. Edhe me dalëm zgjedhje tjera... Ti nevoj mi adon, i pat bre 4 vjetë plota i pat. Në regull për jepja edhe herë. Mirë, i pat këp, mirë po, opozita nuk ishte zoja që me ngritë një kauz kunder politikave ti... Na i kemi ose kemi shku zgjedhje zinxhirore vazhdimisht për 10 vjetë e ardhshme, ose po na e njojmë me një qeverisit të zotri Kurtit, na e njojmë se i pat 4 vjetë plota, po qka bone? Qka bone për 4 vjetë plota? S'ka bo kur gjëja, jep edhe 4 vjetë, prej bre, apo dënë mja morë që ta votus. Po s'kim jam... Apo dënë mja morë që ta votus. Jepi edhe 4 vjetë i thua që ti votusit. O, zot një ignorant, qire kush është të bre, është i hub se të 37% që është i hub votus të vetë. A ka ramje. A i ka ramje, nuk është... Kërse është ramje, nuk është në kohën ma të mire edhe opozita, partia demokratike ka pos shumë pjesëmarrja ishte më vogël, me gjazë. Zora Mizene. Shpresojmë nesër të kemi kryetar të kuvendit dhe një qeveri, si ka qenë qeveria që i shpalli zgjedhjet për 60 ditë, e njëjta procedurë, është e dhimbshme, Kosovës pi mungojnë lidert, dhe kur kemi leadership të fortë, nuk shkohet 2-3 herë në zgjedhje brenda vitit. Kjo është merri që ndodh Kosovës, plus 10 milion. Ka fundi i dhjetorit, diaspora është këtu, çdo gjë është në rregull, edhe agenda e planifikuar me zotri Kurtit pikë për pikë është ka realizohet. Sa je skeptike që brenda 60 ditëve, nëse do të kemi nesër një kuvend të konstituar dhe një formim qeverisë, nuk do të bëz zgjidhje me presidentin. Janë 2 muaj kohë. A dim ku është arsyeja se deputet duhet të qëndrojnë brenda. Për zgjedhjen e presidentit, rundi parë dhe rundi dytën duhet të kaloj 81%. Në rundin e tretë, presidenti zgjedhet edhe me 61 votë.
Po problemi është që ti s'mon e realizon 2 rundat heq. Dhe që aty shkilet kushtetuta dhe aty... Edhe në 61 duhet jenë prezent e rrje. Prezenca aty në po. Ju e dini radhën e kaluar me çka buni me Azojen për organizatave jo qeveritare. Është e dhimbshme, ishte grushtet atë. Edhe plus e morë e qejtë zyra presidentës aty për me dhonë deklarat falë. Unë nuk jam të e kuptu. Shkort. Kur du me bo qeveri, du me shku zgjedhje pas zgjedhje, dush me ndërprej këtë cikël, o zotnik. Dush me ndërprej këtë cikël. Këto jenë ato i pagu na. Zgjedhje tem të i pagu na si qytetarët Kosovës. Me taksa tona, ka 10 milion. Po nëse opozita, zonja Mizene, konsiderojnë që ditën kur u tentua që të bëhej presidentja, nga shoqëria civile, po shkelej kushtetuta, si që quan ju, po bëhej grushtet, cili ishte reagimi, nëse ta është bazohemi të këtë që ka tha zonja Emrane? Jo, reagimi ishte i partisë me disa deklarata, Ramush Haradinaj, dhe ishte reagimi ambasadës Gjermane, ishte atë natë shumë i të mërshëm. Vjen shumë keq me thonë që këta kanë qenë deputet, bre? Lëvizja vetëvendosja ka qenë kuvende edhe natë, por kemi qenë në pjesë e qeverisë. Njeri mësën, zdo me thonë që i ka nditë gjitha, po e mësën ku mundet më shkel kushtetuta, ku procedurat e kuvendit krejt. Po morë edhe kanë jurista ata? Nuk e di, a kanë jurista. Në Debat Plus pas ka thonë që nuk e dina që ka ndodhë nesër, nëse na nuk e votojmë kryetarin e kuvendit, edhe presim interpretim kushtetuse. Me thonë, këta do i ka të veçu qështjen ta edhe një herë në kushtetuse, në vitullën e 30 dit, të me thonë me bojë loja politike. E ditë zahir të qëtatë kushtetuse. E kom ditë që më të shumë të që ka pas punë gjykata kushtetuse, të kove të fundës e gjykata Po duke që kohën më të mirë në jep gjykata kushtetuse. Edhe, po dërë me bëj një praktik për të ardhmen. Po maj mirë do t'ishte që presidentit gjithet, bojnë ndryshime kushtetuse, gjithet prej popullt maj mirë. Mos me pas gjithmonë problemet dhe ngërshjet politike të vazhdueshme, se me të vërtet është e rëndë kjo. Në 2010, që tu jam e tyen, 2010, kur kam qenë une në Kuvend Kosovës deputete, është inicu plotësim ndryshimi i kushtetutës të zgjedhet presidenti me votën e qytetarit. Kur zgjedhet një kryetar i komunës me votën direkt qytetarit, pse më zgjedhet presidenti e zgjedhet me bazare politike? Shkurt. Po, në këtë periudhë, çfarë është tash? Tash nuk mundesh me bë ndryshime kushtetuese. Jo. Por zgjedhjet prej popullit. Tani. Jo, tash jam. Votimi i gjykatës kushtetuese edhe këtë gjykatë speciale me ndryshime kushtetuese kanë mujtë edhe ndryshime kushtetuese që të gjithet prej popullit. Edhe në kishim pas problem tash. Absolutisht, po kjo, në qoftë se nuk ka ndryshime, vetëm ja zgjidhës që kjo. Nëse nuk ka ndryshime, kemi pas problem gjithmonë. Se opozita Opozita menoni që lista sërbska po pastaj pozicioni i presidentit nuk është më kaq i larguar. Se i humb disa kompetenca. Me kushtetut presidenti nuk ka ku me ditë sa kompetenca. Unë e di që është pak sa ceremonial, po i ka dhe disa kompetenca shumë të rëndësishme të cilat për ato dhe vrapojnë. Edhe në qofë se nuk do të kemi marrëveshje nesër. Vetëm pak se i dyti jam me rënd. Je, i dyti me rënd, po së role kur. Ne da dheve pak, të flasim, se kemi bëna me thonë diçka. Unë mendoj se edhe në qofë se nesër nuk do të ketë një marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, lëvizja vetëvendosje do ta konstituoj kuvendin. Se në qofë se bën veprim të kundërt, do të del keq para elektoratit ti. Se e din të gjithë se i ka 61 vota që ja mundsojnë zgjedhjen e kuvendit, por edhe të qeverisë. Kështu që unë mendoj se ata nuk do ta lejojnë një gjë të tillë dhe do ta bëjnë nesër, edhe nëse s'ka marrëveshje. Elektorati i Albinit është për mos më shupe. Unë nuk mendoj që ai del keq nëse s'është lëshuar pe nëse e zgjedh. Jo, kryetarin e kuvendit e votojnë gjitha subjektet politike. Nëse votohet qeveria. Nëse votohet qeveria e lëvizjes vetëvendosje nuk ka lëshuar pe, është rizgjedhur kryeministër. Por një mandat ata kanë votuar për kryeministër. Nuk ka lëshuar pe, për 2 muaj të ardhshëm nuk do të jetë detyrë, po do të jetë kryeministër në kompetencë të plotë. Po zotri Kurti 5 ka lëshuar veçlosh që ka vënë këtë vend. A dhe pastaj kur t'jo bëu vetur. Si që po thoja?
Unë e kryve ma, tash. E kryve. Mirë. Dhe besoj që do të ketë të nesër zgjidhje dhe sa më të marrë. Dhe do të kryet kjo, do të përfundoj gërshi politik që të më po situata aktuale. Dhe besoj që do të formohet qeveri, jam i bindur. Bindur e ke që me LDK. Absolutisht me LDK. Zake, pse po të më jajnë punu mendimin? Me partinë e Ky mendon kështu, ti mendon kështu. Ju më shumë flisni pse na po mendojmë kështu, se sa hajde të argumentojmë mendimin. Ka dëshirë, edhe unë kam dëshirë nesra me u bo. Realiteti është që nuk bohet, edhe mu më konvenon nesra me bo të institucione. Ti është i bindë, po s'bohet brem qysh. A e kundër diçka mos më boha? Me cilën logjik bohet nesër, përveç që mund dhe të Albulin Hagji më bo kryetare kuvendit, automatikisht e ki zgjedhjen për presidentin, qeveriti s'mundesh me bo, ministra s'mundesh me emru. Po kia fatin për 60 ditë edhe do të më pasë. Me ekzistu një marrëveshje me LDK-n, me Lumirin. Me cilat vota? Sa vota i ka Lumiri? Ta kalojmë këtë situatë, që kjo është më e rrezikshme, nëse këta bojnë marrëveshje, hin koalicion, edhe shkojnë deri te presidenti, nuk e zgjedhin presidentin. Që kjo është shumë e rrezikshme për zgjedhje mas nej. Po hiç nuk shkojnë LDK-ja se bë që të gabim. Një pjesë e LDK-s nuk ta bë që të gabim, o Visar. Kuptoje që ka. Çfarë pjesë e LDK-s për cilën po fol ti ka mendsinë e PDK-s. Domethënë, ata janë trashëgimtar të PDK-s brenda LDK-s. Ju po harroni se Këshillin e përgjithshëm të fundit Lidhjes Demokratike fitoi lëvizja vetëvendosje brenda LDK-s. E mujti PDK-n brenda. E mujti PDK-n, LDK-n brenda LDK-s. Qysh jo bre me zaj. Gjiko e mori besimin e Po partisë. qysh e mori bre? Po sojmë bre një vote për ndryshimin? Po le bre farë një vote kërkoj Në demokraci për një votë fetar. A dëgju zotri Zemaj që tha ka kërku ndryshim të Këshillit. Ka kërku me shtu edhe antarë sa ma shumë në Këshillin drejtues. Për shkak të votave që me i boq të budallakia. Po së është brajo fitore. Zotri Abdi Gjiko moralisht është dosh me dhënë dorëheqje. Moralisht, nëse e ka bo gabimin e shkurtit, edhe kthe Vjosa Osmanin, tu pretendu në 300.000 votat Vjosa Osmanit, edhe po që nuk i mjaftoj Zoja Osmani, automatikisht është dosh me do ndërheqje. E pse pranoj e Këshilli tjetër Vjosa Osmanin atëherë? Po t'ja i dëgjove do përgjime, do të punësime, që që ka tradite, po që kjo është. E po atëherë qysh me besu elektorati që këto njerëz kanë me bu ma mirë? Ta që i kanë vjedh ka 2-3.000 vota me zveti. Që mundu me u përkrove, i ki për shkëronikja, po të kërë një të doshën dhe shtetë, në të doshën dhe kishë subjekte tjera politikës, së është vesh në krejt e botin këtu zhvillu edhe e kalzum se sa të përqom janë opozita, sa i të organizum janë. Dhe me këtë opozit nuk mundesh me binde elektoratin që mundet më ofru diçka ma shumë. Nuk është veç Zotri Kurti në këtë bot, as në këtë vend. Jo, nuk është, po për momenti nuk eksiston të kështë tjetër ma i mirë. Nuk është Zotri Kurti. Jo, ka një shumë të mirë. E ki shumë se nuk jem ty po. A nuk jetë, po si të i pasë, si të dosh, se një kopë të fokus, juj të interesat e juj. Unë nuk kam asë në loj interesi jam i vetëm është shteti me fillu me funksionu. E jo mu bazon interesat të gjithë të cilit i cili ende pa përfundu zgjedhjet, ende isha në kufi duke shku, veç se sa votume dhe tha, unë pa tjetër ka me qenë presidente. Për që të njerës du të me... Unë e me politikat të Zojës Osmani nuk ju më pajtu as njëherë, as nuk pajtu. Po me cilat politika po pajtosh, po tuje konkret. Duhet me bo zgjidhje populli, o mas me dojnë heq. Unë jëmë gëzu që 37% ka qenë numërim. Nëse nuk dojnë populli me votu, favorit me favor më të matë që bojmë në listë sërbës Unë jëmë me bojkotu zgjedhjet. Po s'mund është me bojkotu se fiton lista sërbe, a kupton? Po në rregull le të fiton lista sërbe, ka e ndër shtruterinin. Po që kitë mundësia ka dhënë listë sërbe. Ka e ndër shtruterinin. Po Zotri Kurti Kretja ka dhënë listë sërbe mundësi. është pa pjekuri politike. Deri sa ka dhënë edhe shtetësim, pa asë një verifikim, që një kriminal sot e ka shtetësin e Kosovës edhe shkon ta votën Zotri Kurtit, çka po pret bre, pse bre po të përdor një Serbin. Për Se u regjistron tash, se i morën tash? Se i kanë marrë dhe atëhere. Kur i kanë marrë? Jo, Visar, jo. Kujdes,
Jo, verifikim s'ka. Është deratun mbledhjen e fundit të parlamentit. Mos bëni ai fare, po ja keni dhënë drejtat e këtë Vesh një moment, Visar. Drejta për vetin. Si që kanë përgatitur ata tjerë, pasportët e tyre. Se dyshoj ato. Mirë po, votu në parlament është mbledhjen e fundit të Një moment, ligji është para po që të jetë në marrëveshjen e Brukselit. Qesun e ta shtyrë në rrugën për marrëveshjen e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë. Ndëgjoj me vëmendje. Dhe tash në këtë kohë, mas nënshkrimit marrëveshjes Ohrit, ka qenë obligative ky ligj me him funksion. Dhe këta ka posë obligative me zbatu. Se këta ju që janë shumë njerëzit mirë. Kur shkriu ky ligj? Në marrëveshjen mes Brukselit, në Bruksel, mes Kosovës dhe Serbisë, ka qenë pikën. Vitin 2022 të këtë Jo, një moment. 2017-2018. Do të me konë shumë transparent. Ky ligj ka vetëm një ndryshim. Për sa i përket çati projekt ligji. Jo, ka ndryshime shumë. Se pranohen dokumentat e enklaveve serbe, pranohen dokumentat të cilët janë nxjerrë në mënyrë jo të rregullt në Republikën e Serbisë. Dhe kjo ju jep mundësi tash. Një moment, kjo ju jep mundësi shumë sërb me marrë në shtetësinë e Kosovës. Na që shumë jemi me ego njoni me tjetrin, a na spesho me rrezikun për të Këtë na kushton të mërveqet me hershme që kanë po 7 në 8 veç pika i ke posë. Neve për na kushton egoja si subjekte politike mes veti, ajo pjesa tjetër neve ka më na dëmtu ma shumë, që vje keq monët me të ardhë me vota, më të bojë dhe kryetari kuvendit, edhe presidenti edhe kryeministri. Do zotit, politika kosovare këfillët, qytetarët tonë këfillën, edhe ky vend e merë të marë. Do zotit këthejnë zotit. Faleminderit shumë Zene, faleminderit shumë Visar, faleminderit Imrane, faleminderit avokat, faleminderit Lëll, Zahir. Mis të dashur, ju falenderojmë shumë edhe juve që keni qenë për gjatë një viti, mund të themi deri në verë me krejtën debat, do ta kemi një shkëputje verore dhe ne do të kthehemi padyshim në shtator. Unë do t'ju ftoj që të vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Tuhaxhini. Nga hëna hym në fuqi me skemën e re verore, që padyshim do t'jetë fantastike, duke pas gjithmonë edhe pjesët informative. Nesër padyshim që duhet të qëndroni me televizionin Tuhaxhini, çdo zhvillim që mund të vinë nga kuvendi me çdo tema e sotme ishte kjo do të transmetohet në kohë reale gjithçka. Unë ju falenderoj shumë juve, me krejtën debat shihemi në shtator, natën e mirë.